Analisti kosovar Ron Gjinovci ka reaguar përmes një postimi në Facebook duke deklaruar se Serbia e di që nuk mund të hyjë në Kosovë me ushtri të rregullt, por po tenton ndikimin përmes grupeve paramilitare ose përmes asociacionit, duke pasur nën kontroll strukturat e policisë në komunat veriore. Sipas tij, kjo strategji po shoqërohet me veprime hibride dhe presion politik, përfshirë edhe nga partitë opozitare që kërkojnë formimin e asociacionit. Gjinovci ngre pyetjen se kush po punon për interesat e Serbisë dhe pse. Serbia don, por e din që nuk mundet me hi me ushtri të rregullt në Kosovë, ose përmes grupeve paramilitare si Banjska, ose përmes asociacionit, të pas shumë policë në kontroll, mundet që njeri të e pranu me gojt vet, dhe pastaj hibridat së bashku me partitë opozitare të thonë duhet me formu asociacionin. Kush po punon për Serbinë dhe pse? Dhe pyetja kryesore, pse shumica pa pagesë? Shprehet analisti I njohur. Një brez ri nacionalist është serb, po përgatitet për skenar të rinj lufte në Ballkan, veçanërisht në Bosnjë dhe Hercegovinë, ndërsa qendra militant tashmë po udhëtojnë drejt Ukrainës për të luftuar për krah forcave ruse. Kështu raporton media ndërkombëtare britanike The Telegraph. Sipas raportimit, këta individ janë të indoktrinuar me ideologji ultranacionaliste dhe shohin luftën në Ukrainë si një mundësi për të fituar përvojë ushtarake, duke besuar se nëna Rusi do t'u kthejë deri në të ardhmen. Burimet theksojnë se në një pjesë të këtyre militantëve janë të bindur se Moska do të ndihmojë Serbinë në realizimin e synimeve të saj territoriale, përfshirë pretendimin ndaj Kosovës dhe territoret të tjera të humbura në Ballkan. The Telegraph paralajmëron se ky fenomen paraqit rrezik serioz për stabilitetin e rajonit, pasi përfshirja e këtyre grupeve në konflikte aktuale mund të kthehet në kërcënim të drejtë për drejtë për sigurinë e Ballkanit Perëndimor. Serbia mes perëndimit dhe Rusisë. Profesori I marrëdhënieve ndërkombëtare, Dr. Enver Byqyçi, në një prononcim për Bota Sot, ngri alarmin për lidhjet e thella të Beogradit me Moskën, përfshirë përmes strukturave paraushtarake dhe komunitetit të rus të instaluar në Serbi. Jetojmë në një kohë midis, sidomos Serbia gjendet midis kohëve dhe midis dilemës nëse duhet të bashkohet me NATO-n e BE-n apo duhet të vazhdojë me aleancën ruse lindore, shpreh Byqyçi. Sipas tij, pas shpërtimit të luftës në Ukrainë, Serbia është ndërruar në një qendër të rëndësishme të pranisë ruse në Ballkan. Kryeministri në detyrë Albin Kurti, gjatë përurimit të ulës së re mbi lumin Ibër, ka deklaruar se takohet me komunitetin serb që jeton në Kosovë, por se nuk bëhet publike, shkak që kontaktohen me njëherë nga bija serbe e Beogradi, duke kërkuar llogari për komunikimin me të, raporton Kosova Press. Sipas tij, problemi nuk është tek ai, por te regjimi autoritar në Beograd, që I kërcënon serbët në Kosovë. Kur tha se nuk ka pasur asnjëherë Republika e Kosovës një kryeministër që është takuar me më shumë serb se sa ai. Unë jam takuar me më shumë serb edhe në pjesën veriore, por edhe në shumë pjesë të tjera. Nuk ka asnjë kryeministër të Republikës së Kosovës që është takuar me më shumë serb se sa unë. Nuk ka asnjë kryeministër që ka folur me më shumë në serbisht. Ka shumë serb që takoj, por nuk duaj që kjo të bëhet publike, sepse I kontakton bija nga Beogradi me njëherë. I thonë, pse po flet me kryeministrin e Kosovës? Problemi nuk është tek unë, por te regjimi autoritar në Beograd, që I kërcënon serbët në Kosovë, që janë bashkëqytetarët e mi. Unë duaj që të jem kryeministër, siç edhe jam I të gjithë qytetarëve, pa marrë parasysh përkatësinë etnike apo religjioze, tha Kurti. Me një pyetje nga gazetarët nga komuniteti serb, Kurti u drejtua se pse nuk pyet serbët që nuk janë me listën serbe, se si ndihen dhe se si kanë frikë në Beogradi, nëse ata kuptojnë se janë takuar me Kurtin. Unë takohem me të gjithë. Mundemi edhe tash kudo në restorante ose kafene. Pse nuk shkoni në kafene të takoni serb që nuk janë me listën serbe? Ti pyetni si ndihen. A kuptoni ju që ata kanë frikë nga Beogradi, nëse ata e kuptojnë se më kanë takuar? Unë këtë e bëj, por nuk ka foto më pas. Ata kërkojnë nga unë të mos I publikojnë fotografitë dhe unë them, në rregull, sepse unë dua t'i mbroj. Unë jam për të gjithë këtu, tha ndër të tjera kryeministri në detyrë I Kosovës Albin Kurti.